Mirdita. Java që kaloi u mbyll me shelegt e Kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Barkderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet në rrugët e Tiranës kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet. Protestohet kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve. Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se Kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatimin e tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në Kuç. Korani nuk ka nevojë për komente, po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime dhe vetëm mashtrime. Çfarë doli nga Pogradeci? Retrita. Këta, që e thash më para të fjalën për ta spoj përsëris, u mblodhen për të zgjidhur hallet e kombit. Çfarë solli si rezultat kjo mbledhje? Do më shkruan të një mik i imi pensionist. Dua ta falënderoj atë plakun që përqafoi Edi Ramën se na shpëtoi nga ulja e pensioneve. Çfarë solli? Çfarë ndigjuan nxënësit, mësuesit e këtij vendi për vitin e ri shkollor? Çfarë ndigjuan të smurt e Shqipërisë për shëndetin e tyre? Çfarë ndigjuan mbi 30% e shqiptarëve që janë në rrezik për kafshatën e gojës janë të kërcënuar nga uria sipas të dhënave të fundit të FAO-s? Dëgjuan se do merremi me ushqimin. Çfarë dëgjuan? Qytetarët shqiptar që në Tiranë kanë qera, duhet të paguajnë qera 2/3 më shumë se 2/3 e rrogës tyre. Çfarë dëgjuan studentët, të cilët nisin vitin e ri shkollor në universitet në pamundësi për të paguar qerat e larta apo të rritë për të blerë një stre familjare? Pra, a mund të imagjinohet një shkëputje stratosferike e tillë, e cila shpreh një shkallë stratosferike inkriminimi të Edi Ramës dhe organizatës të tij kriminale?
që kalojnë nga ahengu qeveritar në aheng tjetër qeveritar dhe bëjnë sikur Shqipëri nuk ndodh asgjë. Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit jetik. Të dhënat e fundit mbi kërcënimin e urisë janë kambanat më alarmuese, të cilat kërkojnë parazitash vendosjen e minimumit jetik dhe heqjen e TVSH-s për të gjitha ushqimet bazë. Kërkojnë subvencionimin e qerave stratosferike në narko-euro dhe narkodolarët. Kërkojnë dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës. I cili ka humbur çdo legjitimitet. Nuk është legjitim për shkak të farsës elektorale. Nuk është legjitim për shkak të mbrojtjes së korrupsionit dhe vjedhjeve që ka bërë. Nuk është legjitim për shkak të instalimit të narkoshtetit në Shqipëri dhe diktaturës autoritare. Nuk mund të ketë një fjalim të tij. Nuk mund të ketë një fjalim. Merrni. Në qoftë se ose nuk fillon me hale, ose nuk mbyllet me hale. E ka të pamundur. Ky ka ngel në fazën e kompleksit anal. Si mund ta shpjegoj ndryshe? Sulmon me fjalë të tilla protestën, zërin e fuqishëm qytetar të cilin po e ndigjon gjithë bota. Por jo njeriu i paligjshëm. I zhytur në mjete luksoze, duke shmangur konferencën e shtypit, se nuk jam ban të dalë para gazetarve, nuk jam ban. Filloi të viktimizohet, të viktimizoj veten. Për një incident, për të cilin bëj këto sqarime. Së pari, agresori u arrestua, por ishte Edi Rama që nuk e ndoqi, megjithse kishte qeverinë e vet, nuk ndoqi gjyqin dhe procesin gjyqësor. U pajtua apo kishte arsye tjera, unë nuk di. Së dyti, me përgjegjësi të plot, deklaroi se ai aty ku ishte, në atë dhomë, ishte me një burr tjetër. Se nuk të lënë ky paja nxjerr të gjitha. Dhe ai ka emër dhe mbiemër. Sepse ishin, atë nuk e di. Jo, nuk e them. Por e vërteta është me dishmitar se ai ishte në dhomë, nuk ishte vetëm pra. Jo, nuk ishte vetëm. Po të doj, ja thënë dhe emrin, se me kë ishte. Me qenë se përpiqet ta faturoj dhe ta politizoj. Ndaj dhe
nuk qenë të pakët ata të cilët e quajtën krim pasioni. Këtë akt që unë e denova me forcën më të madhe. E kam denuar me forcën më të madhe. Është arrestuar autori. Po se si, çfarë pazar është bëri ajo, se çfarë raportesh kishte me Edi Ramën, atë unë nuk e di. Dhe tani, dëgjoni tani, pas 30 vitesh, mashtron qytetarët se ja kush më ka thuj hundën mua. Tregoje të vërtetën si që është. Unë do të tregoj. Megjithse edhe kam treguar pjesërisht. Por këto që i thash, këto janë 100% të vërteta. Nuk them se ishte krim pasioni apo si ishte krim pasioni, nuk them çfarë thonë të tjerë, por them se Edi Rama nuk refuzoi të ndjek procesin gjyqësor. Ndonse de facto ata ishin pushtet. Kjo është historia e tij që përpiqet të mashtrojë, të bëj viktimën, të nxjisë, të ngjallë dhimbshuri, empathi e tjerë për gjëra të cilat janë jashtëzakonisht të paqarta. Faleminderit. Zoti Berisha, kam disa pyetje në fakt që lidhen në thelb me garën elektorale të pritshme për zgjedhjet vendore të 2017-s. Sot deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe njoftoi se po pret garën për Tiranën, të cilës do i shkojë deri në fund, madje propozoi që kandidatin e Partisë Socialiste për betejën vendore ta zgjidhin socialistët me votë. Partia Demokratike, kur do e hap garën e saj të primareve për të përzgjedhur kandidatin e saj? Pyetja e parë. Faleminderit. Partia Demokratike gjatë në kohë shumë të afërt do të nisë përgatitjet për zgjedhjet e vitit, zgjedhjet vendore të vitit ardhshëm. Çështja e hapjes garës ndonse në një farë mënyre nuk është se nuk është punuar, është punuar, por po vazhdon puna dhe në momentin më të parë do ta shpallim. Do ketë përjashtim nga rregulli këtë herë për të mos zhvilluar primare, apo do i qëndroni besnik statutit? Jo, nuk ka asnjë vendim që të përjashtohen primaret. Nuk ka. Ndërkohë, për këto zgjedhje, do kemi kandidat të pavarur për Bashkinë e Tiranës, apo Partia Demokratike do shoh mundësinë e shqyrtimit? Gjithçka do vendoset në javë të ardhshme. Ndërkohë, pyetja ime vijonte, nëse kandidati i Partisë Demokratike do jetë politik pra brenda strukturave të saj, a do ishte kandidat potencial për Bashkinë e Tiranës Ilir Ali Mehmeti? Ilir Ali Mehmeti është një personalitet i shquar i Partisë Demokratike dhe i qytetit Tiranës. Gjithçka do përcaktohet në javët e ardhshme. Ndërkohë, sot shoqata e bashkive ka njoftuar se do të zhvillojë një dëgjesë me Kongresin e Autoriteteve Lokale të Këshillit të Evropës për reformën territoriale, duke pretenduar se procesi nuk është respektuar nga ana e Partisë Socialiste, madje nuk ka pasur transparencë. A mendoni se ndërhyrja e Këshillit të Evropës do bëj të mundur që Partia Socialiste të heqë dorë nga, mund të themi, plani i saj për të miratuar në mënyrë të njëanshme reformën territoriale? Miratimi gjithëpërfshirës i reformës territoriale dhe reformës zgjedhore është një përcaktim shumë i qartë në
i përcaktuar shumë qartë në raportin e muajit tetor të vitit kaluar të Komisionit Evropian. Po të lexoni këtë raport, këto dy janë kushtet e përcaktuara më kryesore të përcaktuara në raport për Shqipërinë. Këshilli i Europës ka një bashkëpunim shumë të ngushtë me Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian, ndonëse është një institucion më i gjerë, përfshin të gjitha vendet e kontinentit, përveç Rusisë që e kanë përjashtuar apo e pezulluar këto kohë. Për Bashkimin Evropian dhe për mbar Europën, institucioni më kompetent për çështjet qeverisjes vendore është Kongresi i autoriteteve rajonale dhe lokale pranë Këshillit të Europës. Europa vetë, Bashkimi Evropian, është bashkim i kombeve dhe rajoneve të Europës. Pra, do të kuptuar kjo që rajonet kanë një autoritet të bashkëpunojnë direkt me Brukselin. Këtu është rëndësia shumë e madhe e reformës territoriale dhe e Kongresit të autoriteteve lokale rajonale. Unë i falenderoj. E falenderoj Kongresin për këtë bisedë që kanë online me përfaqësuesit tar, nuk kam djenin, nofta kam dhe me përfaqësues veças me përfaqësues të Partisë Socialiste. Por gjykoj se është absolutisht e domosdoshme ekspertiza e Kongresit të autoriteteve rajonale lokale të Këshillit të Europës, duke patur parasysh dhe gjë tjetër, që ne jemi një vend në post monitorim. Pra, përsëri ne vëzhgohemi. Dhe një pyetje sa i takon reformës territoriale. Antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës kanë njoftuar do të kërkojnë 30 dëgjesa, ndërkohë zoti Telitis në emër të grupit të këshilltarëve pohoi se nëse mazhoranca nuk pranon këto dëgjesa, ata do të bëjnë të vetëm. Ju ndërkohë keni propozuar një hartë me 100 bashki. Do ta dorëzoni këtë hartë me 100 bashki në parlament apo do prisni dëgjesat në gjitha bashkitë e vendit? Ne do vazhdojmë dëgjesat, do vazhdojmë konsultat, do vazhdojmë bisedat me qytetarët. Në parlament ne kemi aq vota sa kemi. Edi Rama u tërhoq. Edi Rama ne e qumë në parlament, e dorëzuam atë, e kemi dorëzuar reformën. Po Edi Rama u tërhoq në mënyrë të njëanshme, sepse don me çdo kusht ta ketë në dorë Shqipërinë. Ai ka mision çpopullimin e Shqipërisë dhe vazhdon në këtë mision. Është totalisht në një mision anti-shqiptar. Zoti Berisha, me shumë mundësi mazhoranca do të kaloj e vetë me reformën territoriale, po ka një plan Partia Demokratike në rrafshin elektoral duke qenë si një pjesë e bashkive do ndryshojnë, si do të përballet me mazhorancën në zgjedhjet e vitit që vinë. Dhe pyetja e dytë, teksa afati i Komisionit të Reformës Zgjedhore është shty, mos ndoshta kanë plan Partia Demokratike që t'i parapri një vendimarrje të mazhorancës duke propozuar një reformë elektorale, një sistem të ri elektoral, duke qenë se ju keni mbështetur dhe propozimin e protestës për një listë hapur me proporcional kombëtar. Tani, ne nuk i kemi të kushzuara reformën territoriale me reformën elektorale, por ato janë edhe të lidhura në disa aspekte. Ne do ta kemi të qartë, kemi marrë pjesë në këto komisione për të qenë avokatër të qytetarëve, sepse
veçanërisht për reformën territoriale, insistimi i qytetarëve ka qenë shumë i ndjeshëm që ne të jemi të pranishëm. Që ne mos të luajmë me karrige bosh. Ne bëm këtë dhe bëm punë shumë serioze. Tani ne do vazhdojmë konsultat tona në të gjitha bashkit, sepse mund mos jenë 100, mund të jenë dhe më shumë. Dhe më shumë. Çfarë do veproj, si do veproj Edi Rama? Edi Rama ka vetëm interes etjen e tij të tmerrshme për pushtet dhe pushtetin e tij kaq. Nuk pres që kjo të ndryshoj, por pres gjithashtu që reagimi shqiptarëve të jetë edhe më i fuqishëm. Vjeshta do të jetë një verë nxehtë për Edi Ramën. Nuk përfundon vera. Jo, ta mos harroj. Absolutisht jo. Partia Demokratike do bëjë gjithçka që pakënaqësia universale që ekziston ndaj Edi Ramës të shpërthejë si energji në rrugë dhe sheshet e Shqipërisë, qoftë si protestë qytetare, që ne e kemi vlerësuar dhe e vlerësojmë shumë, por qoftë pastaj dhe si protesta partijake, të cilat janë dhe ato të ligjshme, por ne do dëshonim që të vazhdohet si protestë qytetare. Faleminderit. Po pse do të komentoj unë kur ata shkojnë të nxjerrin syt njëri tjetrit? Se tani, a nuk u shpall njëherë kjo korbe e korupcionit e Covidit si kandidate? U shpall. Zyrtarisht nga Rama. Tani e kupton që kjo është një luftë të brendshme midis tyre në klan? S'ke që bën. Le të vazhdojnë. Po Tirana nuk voton më partinë e krimit në mënyrë përfundimtare. Për këtë ju siguroj. Faleminderit.